Përshëndetje, mirë së erdhët. Mirë së gjej. I përmenda exit pollat në hyrje, i kom trajtu me Armend Muje në këtë studio, i madhe i vogël, kemi folën krejt studio televizive në Kosovë. Nuk e di, a është e domosdoshme dhe sonte me e qil bisedën duke i komentu rezultatin krahas projekcioneve që i dhanë mediat, apo është diçka që e keni te i kalu, e keni po qa ka ndodhë dhe jeni ka vazhdoni? Unë e kom te i kalu, për shkak se kom përgatit kallëzimet penale dhe i kom deponu. Mendoj që ka qenë një krim i organizum dhe mendoj që nuk ka pas ndonjëherë në historinë e zgjedhjeve në Kosovë ndërhyrje më arbitrare, më të vrasht, më të organizum se sa rondi i parë në Mitrovic. Nuk është qysh është e mundshme që të njëjtat kompani që kanë organizuar exit polle, që të kenë marrë gabimit tepër të vogël në shumicën e komunave, ndërsa në Mitrovic të varion prej 15 deri në 23%. Edhe treguesi më i qartë se pse i është organizu ky tip i exit polleve janë 2-3 elemente. E para, në ora 11 të paraditës kanë filluar mu shpalos të ashtë të quajtur të rezultate që do të ndodhin në Mitrovic. Risia dhe befasia më e madhe zgjedhjeve është Mitrovica. Mitrovica po fiton pa ballotazh, e madje disa dhe duke e përmend në kuptimin pejorativ çështjen e mbiemrit dhe alodimin e qartë, sikurse disa prej tjerëve haptazi që gjatë gjithë kohës që kanë qenë prijetar të një fushate agresive kundër meje për më shumë se një vite, e kanë paralajmëruar që në Mitrovic lëvizja vetëvendosja dhe unë si kandidat do ta humbim garin qysh në raundën e parë. Kjo ka dekoraju në mënyrë të konsiderueshme një numër të madh të qytetarëve të votuesve, ka dekoraju dhe strukturat. Unë kam pa gjendjen në të cilën ata kanë qenë, për shkak se prej orës 9 mëngjesit në ora 11 dhe në ora 1, aktivist për krahas, po edhe vëzhgues e komisioner janë thirrur në telefon përmes numrave që janë fshehur, me no name, edhe është thonë që gara ka përfundu me 70-30 edhe mos i jepni shumë zor. Në anën tjetër janë dikun një numër i konsiderueshëm qytetarëve që kanë treguar që në momentin që kanë dal nga vend votimi edhe kanë pas kontakt me anketuesin e exit pollit. Në mesin e pyetjeve ato është për kanë keni votuar, në momentin kur i ka thonë që ka votuar Fatan Pecin, e njëjta përgjigje ka qenë për shumicën prej tyre që kemi probleme teknike me regjistru votën, po vazhdoni ju mos t'i markohë se në ndërkohën e rregulloj sistemin edhe inkuadroj.